Të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës, qoftë lëvduar Jezu Krishti, po lutim së bashku me ju mbretëresh e qiellit. Në emër të Atit, e Birit e Shpirtit Shenjtë. Amen. Mbretëresh e qiellit, gëzohu, aleluja. Se ai që meritove për ta bartur, aleluja. Unë gjallë si pati thënë, aleluja. Lute për ne hyin, aleluja. Gëzohu e galdo Virgjër Maria, aleluja. Zoti unë gjallë me të vërtet, aleluja. Të lutemi. O Zot, që në përngjalljen e birit tënd Jezu Krishtit, u dënjove ta ngushëllosh botën, bëj që në për nënën e tij, Virgjën Mari, të fitojmë ngushëllimet e jetës së amshuar, në për Krishtin Zotin ton. Amen. Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Për shpirtrat të burgatorit, aty në që e në qiell u shejtroft emri yt, art mbretëria jote, u bë vullnesa jote, si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na i fal fajet tona, si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijmë në tundim, por na liro nga i keqi. Amen. Të falemi Mari, hir plot e Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Mari, nëna hyet, luto për ne mëkatarët, tash e në fill të vdekjes son. Amen. Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Engjëlli i Zotit, që je rojtari im, pasi hyi për mëshirë të vet, më ka lënë në mbrojtjen tënde, ti sot më shndrit, më mbaj, më ruaj e më sundo. Amen. Të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës, qoftë lëvduar Jezu Krishti, së bashku do lusim orën e mesme. Sot është shtunë, java 7 e Pashkës, psalmet e marra nga java 3 e psalterit. O hyjmë e janë ndim. O Zot, shpejto të më ndihmosh. Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Aleluja. Himni. Eni o ju sklever që luteni, me mendje goj madhëroni emrin e lumë të hyjit, me këngë e lavdet e denja. Sepse kjo është koha kur me vendim të padrejt ja dorëzoj vdekjes së njerëzve, gjykatësin e të gjithë shekujve. E shtyr nga dashuria, nga frika drejt të nënshtruar, kundër të gjitha sulmeve që na shtije armiku i egër. Të vetmin Zot të adhurojmë, hyjin atë e Birin e tij, së bashku me Shpirtin e Shenjtë, një Zot të vetëm në Trini. Amen. Antifona orës së 6. Aleluja, aleluja, aleluja. Psalmi 119-118. Veprova me drejtësi e me të drejtë. Mos më dorëzote shpifësit e mi. Hyrë dorëzan për të mirën e shërptorit tënd, që të mos më shpifen krenarët. Syt po më shteren prej dëshirës së shëlbimit tënd dhe të fjalës së drejtësisë sate. Bëj me shërptorin tënd sipas dashurisë sate dhe më mëso rregulloret e tua. Unë jam shërptori yt. Më jep kuptim të njoh dëshmitë të tua. Koha është të dëftohesh, o Zot, pse e prishën ligjin tënd.
Oh, sa I dua urdhërimet e tua, më tepër se arin, se gurin e çmueshëm. Ndërgo ti mbaj urdhërimet e tua të gjitha, e urej çdo udhë gënjeshtre. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë, Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë në jetës. Amen. Psalmi 34-33. Zoti është shpëtimi I të drejtëve. E keni sprovuar se Zoti është I mirë. Pjesa e parë. Për herë do ta bekoj Zotin, në gojën time për herë lavdi I Tij. Shpirti im mburret në Zotin. Le të dëgjojnë të përvujtet e le të gëzohen. bashkë me mua jepni lavdi Zotit, le ta lartësojmë së bashku emrin e Tij. E kërkova Zotin e ai më dëgjoi, edhe më çliroi nga çdo frikë që pata. Shikojeni atë e do të ndriçoheni. Fytyra juaj nuk do të turprohet. Ja, ky skamnor e thirrri në ndihmë e Zoti e dëgjoi dhe e shpëtoi nga të gjitha vuajtjet e tij. Engjëlli I Zotit ngre gollore rreth atyre që e kanë frikë dhe I shpëton. Sprovoni e shihni sa I mirë është Zoti. I lumi ai që shpreson në të. Nderojeni Zotin ju shenjtërit e Tij. Su mungon gjë atyre që e druajnë. Pasanikët u varfruan dhe patën uri. Ata që kërkojnë Zotin do të kenë çdo të mirë. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Pjesa e dytë, rreshta 12 deri 23. Ejani o bije më dëgjoni, do t'ju mësoj frikën e Zotit. A dëshiron jetën o njeri? A dëshiron ditë të shumta për të gëzuar të mirat? Rrudhe gjuhën tënde prej së keqës, gojën tënde prej fjalëve të gënjeshtrave. Edhe herë. Gojën tënde prej fjalëve gënjeshtare, ik prej së keqës e bëj të mirën. Kërkoje paqen e ndiqe atë. Sytë e Zotit këqyrin të drejtët, veshët e tua dëgjojnë në fshamat. Fytyra e Zotit është kundër keqbërësve, për ta zhdukur prej dheut kujtimin e tyre. Klithin të drejtët Zoti I dëgjon, I liron prej të gjitha vështirësive të tyre. Zoti është në gjatë atyre që pendohen me zemër, I shpëton shpirt përgrirët. Sa do të vështira të ketë I drejti, prej të gjithave do ta shpëtoj Zoti. Zoti ruan eshtrat e tyre, asnjë prej tyre nuk do t'u thyhet. E keqja e vet do ta vras bakeqin, e do ta paguajnë ata që urrejnë të drejtin. Zoti e shpaguan shpirtin e shërptorëve të vet, nuk do të ndëshkohen ata që shpresojnë në të. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Aleluja, aleluja, aleluja. Leximi I shkurtër letra pare Korintasve, kapitulli 15, rreshtat 20 deri 22. Krishti u ngjall prej të vdekurve, ai është fryti I parë I të vdekurve. Kështu pra, nëpër një njeri erdhi vdekja përsëri, nëpër një njeri vjen ngjallja prej së vdekuri. Dhe sikurse në Adamin vdesin të gjithë njerëzit, ashtu nëpër Krishtin të gjithë njerëzit do ta rifitojnë jetën. Nxënësit e panë zotërin, aleluja. Dhe u mbushën plot me gëzim, aleluja. Të lutemi, o hyj I gjithë pushtetshëm, pasi kryem festat e Pashkëve, po të lutemi bëj që krejt jeta jon të jetë një dëshmi e vazhdueshme e Krishtit të ngjallur. Nëpër Zotin ton Jezu Krishtin, birin tënd, që me ty jeton e mbretëron në bashkim me Shpirtin Shenjtë hyj,
për të gjithë shekujt e shekujve. Amen. Ta bekojmë Zotin. Falenderojmë hyn. Të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës, kishit mundësinë të lusim së bashku Mbretëreshën e Qiellit dhe orën e mesme. Në vazhdim ju ftoj të shoqëroheni me programet e tjera të Radio Marisë. Pashtu në orën 14 do të transmetohet emisioni Kalendari Historik. Qof lëvduar Jezu Krishti. Gjithmonë e jetës.